Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot në 26 janar dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. – 26 janari është dita e 26 e kalendarit gregorian. Ngjarje 1950 India shpall pavarësi. 1952 u themeluan në Bruksel Këshilli i Kooperimit Doganor, sot Organizata Botërore e Doganave. 1962 Programi Ranger 3 lëshohet për të studiuar hënën. Sonda hapësinore shmangu hënën për 34.000 kilometra. 1965 Gjua Hindi u bë gjua zyrtare e Indis. 1992 Boris Yeltsin lajmëron që Rusia do të heqë nga shenjestra armëve nukleare qytetet e Shteteve të Bashkuara. 2001 Një tërmet godet në Gujarat, Indi, duke shkaktuar më shumë se 20.000 të vdekur. 2006 Kompania Western Union ndërpreu shërbimet e dërgimit të telegrameve. Në vitin 1788, britanikët zbarkuan në Port Jackson, duke themeluar koloninë e parë në Australi, një moment që sot përkujtohet si dita kombëtare e Australisë. Më pas në vitin 1837, shteti Michigan i bashkua zyrtarisht Shteteve të Bashkuara si shteti 26. Në arenën ndërkombëtare në vitin 1924 u shpall kushtetuta e parë e Bashkimit Sovjetik, duke shënuar një etapë të re për këtë superfuqi. Në vitin 1998, presidenti amerikan Bill Clinton u përball me akuzat për marrëdhënien e tij me Monica Lewinsky dhe publikisht mohoi gjithçka, një moment që do të lindte gjurmë në historinë politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa në vitin 2020, bota u trondit nga lajmi tragjik për humbjen e legjendës së basketbollit, Kobe Bryant, dhe vajzës së tij Gianna dhe 7 personave të tjerë në një aksident helikopteri. Lindje 1781 Lindi Ludwig Aim von Amin. 1891 Lindi Frank Castello, mafioz italo-amerikan. 1918 Lindi Nicolae Ceausescu, politikan rumun. 1925 Lindi Paul Newman, aktor amerikan. 1928 Lindi Roger Vadim, regjisor francez. 1947 Lindi Michael Sardou, chansonjer francez. 1950 Lindi Jörg Halder, politikan austriak. 1953 Lindi Anders Fogh Rasmussen, politikan danez. 1955 Lindi Eddie Van Halen, kitarist holandez. 1958 Lindi Anita Baker, këngëtare jazz amerikane. 1976 Lindi Willie Adler, kitarist amerikan. 1986 Lindi Matt Huffy, muzikant amerikan. 1990 Lindi Sergio Perez, pilot garazh i Formula 1. Në këtë datë kanë lindur dhe disa nga figurat më të shquara. Në vitin 1763 lindi Karl Theodor Körner, një poet dhe ushtar gjerman. Në vitin 1880, bota mirëpriti Douglas MacArthur, një general amerikan që la gjurmë në historinë e luftrave botërore. Po ashtu, në vitin 1925, lindi aktori dhe regjizori i famshëm Paul Newman. Në fushën e artit dhe argëtimit, vitin 1958 shënoi lindjen e Ellen DeGeneres, një prej figurave më të njohura të televizionit amerikan. Ndërsa në botën e sportit, në vitin 1977 lindi Vince Carter, një basketbollist i shquar amerikan. Vdekje 1823 Vdiq Edward Jenner, mjek anglez. 2016 Vdiq Abe Vigoda, aktor amerikan. 2020 Vdiq Kobe Bryant, festa dhe përvjetore.
Australia, Festa Australis. India, Dita e Republikës. Dhe si çdo datë tjetër, dhe kjo datë nuk shënon vetëm lindje, por gjithashtu dhe humbje të mëdha. Në vitin 1823, bota humbi Edward Jenner, mjekun britanik që zhvilloi mjekësinë me vaksinimin kundër lis. Më vonë në vitin 1939, ndroi jetë Peter Wrangel, një lider ushtarak rus. Në vitin 1979, ishtën presidenti amerikan Nelson Rockefeller ndroi jetë duke lënë pas një trashëgimi politike dhe filanotropike. Në vitin 2008 humbi jetë Christian Brando, djali i aktorit të famshëm Marlon Brando. Dhe më në fund, në vitin 2020, Kobe Bryant, një prej basketbollistëve më të mëdhenj të historisë, u nda nga jeta në mënyrë tragjike. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Nicolae Ceausescut, i cili ka qenë presidenti i Republikës së Rumanisë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Nicolae Ceausescu u lind me 26 janar 1918 në Skonciscesti, një vendbanim në jug të Rumanisë, dhe vdik 22 dhjetor 1989 në Turgaviste të Rumanisë. Ishte lideri komunist i Rumanisë dhe general dhe sekretar i shtetit gjatë viteve 1967-1989. Sulmtimi i tij u shënua në dekadën e parë nga një politik të hapur ndaj Evropës Perëndimore dhe Shteteve të Bashkuara, i cili devijoi nga ajo e vendeve të tjera të Paktit të Varshavës gjatë luftës së ftohtë. Ai vazhdoi një prirje themeluar nga paraardhësi i tij, i cili kishte kontakt Bashkimin Sovjetik në tërheqjen e trupave të saj nga Rumania në vitin 1958. Dekadën e dytë të Ceausescut u karakterizua nga një regjim nga gjithnjë e më brutale dhe represive, regjimi më stalinist në bloku sovjetik. Ajo ishte shënuar edhe nga një nacionalizëm kudo kult personalitetit, edhe një krijësim në marrëdhëniet e jashtme me fuqitë perëndimore, si dhe Bashkimi Sovjetik. Qeveria e Ceausescut u përmbys në revolucionin dhjetor 1989 dhe ai dhe gruaja e tij u ekzekutuan pas një programi televiziv dhe me nxitim organizua ekzekutimin e tij 2 orë pas vendimit të gjykatës. Ceausescut u ekzekutuan nga një skuadër e përbërë nga ushtarë të qitjes elit të regjimentit Hedhje. Para se dënimi i tij të ishte kryer, Nicolae Ceausescu këndoi Internacionale, ndërsa duke u udhëhequr kundër murit. Pas të shtënave, trupat ishin të mbuluara me kanavac. Gjykimi i nxituar tregon edhe imazhet e Ceausescut të vdekur ishin filmuar dhe pamjet lëshuar menjëherë në vende të shumta perëndimore. Më vonë atë ditë u pasqyrua edhe në televizionin rumun. Varret e tyre janë të vendosura në Qensej, Varrezat në Bukuresht. Ata janë varrosur në anët të kundërta të një rruge. Varret vetë janë pa pretendime, por ato prirët e jenë të buluara në lule dhe simbolet e regjimit. Disa pretendojnë se varret nuk e bëjnë në realitet të përmbajnë trupat e tyre, që nga prilli 2007, Valentini, djali i tyre, ka humbur një thirrje për një hetim të çështjes. Pas vdekjes së tij në vitin 1996, djali i madh Niku u varros afër në Varrezat e njëjtë. Sipas jurnalul kombëtare, kërkesat janë bërë nga Zoja Ceausescu, vajzën dhe nga mbështetësit e pikpamjet e tyre politike për televizor. Më 21 korrik 2010, shkencëtarët e mjekësisë ligjore kanë zhvarrosur trupat e Nikolajt dhe Elenës për të kryer analizat e ADN-s. Më vonë është vërtetuar se ata ishin me të vërtetë eshtrat e Nikolajt dhe Elenës. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për shkrepset. A e dini se si janë zhvilluar shkrepset? Arsyeja për të bërë shkrepse daton që nga kohët e lashta, kur paraardhësit ta mbluanin dy copa druri për të prodhuar zjarrin. Pas antikitetit, stacioni i radhës për të bërë shkrepse vihet re në Kind, tek para vitit 580 pas Krishtit, ku përdoren lloj-lloj shkrepsesh të ndeshme dhe të rrezikshme. Besohet se aftësia teknike për të krijuar zjarrin ndan njerëzit nga kafshët e tjera. Në kohët primitive, njeriu krijoi zjarrin duke fërkuar gur dhe dru. Krijimi i zjarrit kontribuoi në mbijetesën e specieve njerëzore, por dhe në dominimin e tij në e kafshëve. Pra absolutisht e shpjegueshme dhe justifikueshme është arsyeja pse zjarri adhurohej si i shenjtë.
Megjithatë kanë kaluar shumë mijëra vite që njeriu të jetë në gjendje të krijojë zjarr lehtësisht dhe në çdo kohë. Shkrepsja është një artikull harxhues që ndër zjarrin sipas dëshirës në kushte të kontrolluara. Zakonisht përbëhet nga një shkop i vogël ose karton i fortë, në skatë të cilit është i mbushur me pak material. Koka e shkrepses zakonisht përmban elementin fosfor, siç thot Wikipedia. Koka do të ndiset nga nxehtësia e shkaktuar nga fërkimi me një sipërfaqe të përshtatshme. Shkrepsit e para patën probleme të ndryshme, flaka nuk ishte konstante dhe reagimi fillestar ishte mjaft i dhunshëm. Përveç kësaj, aroma e shkrepses ishte shumë e pakëndshme. Pavarësisht këtyre problemeve, shkrepset e reja kanë kontribuar ndjeshëm në rritjen e numrit të duanpirësve. Në 1831 francezi Charles Churian shtoi fosfor të bardhë për të hequr erën. Këto shkrepse të reja duhet të ruheshin në kuti hermetike, por ishin të njohura. Fatkeqësisht ata që u përfshin në ndërtimin e tyre u prekën nga sëmundjet e rënda të kockave dhe çdo pak u përmbante mjaftueshëm fosfor të bardhë për të vrarë një njeri. Kur u bën të njohura rreziqet e këtyre shkrepseve, filloi një fushatë e madhe për ndalimin e tyre. Shkrepsja e heshtur u bë në vitin 1836 nga hungarezi Jano Sirini, i cili ishte student i kimisë. Në vitin 1836 një eksperiment i pasuksesshëm nga profesori i kimisë Serida Irini idenë e zëvendësimit të klorurit të kaliumit me dioksid plumbi në kokën e shkrepses. Irini shpiku shkrepsen e sigurisë së heshtur dhe ja shiti patentën prodhuesit të shkrepseve Istvan Romer. Romer, një farmacist i pasur hungarez që jetonte në Vjenë, bleu shpikjen dhe të drejtat e prodhimit nga Irini, një student e varfër për 60 fortin. Prodhimi i shkrepseve filloi për mirë. Istvan Romer u pasurua nga shpikja e Irinit, ndërsa veç Piksi vdiq i varfër dhe i braktisur. Në vitin 1844 shkrepsja e sigurisë u bë nga suedezi Gustav Erik Pa, e cila në 1854 u përmirësua nga Jon Eduard Lundstram, i cili së bashku me vëllain e tij ngritën një fabrikë të John Pocking të Suedisë, ku tani ka një muze shkrepsesh. Siguria e tyre shndron në ndarjen e përbërësve që mund të digjen midis kokës së shkrepses dhe një sipërfaqe të veçantë fërkimi dhe zëvendësimin e fosforit të bardhë nga fosfori i kuq. Gjatë fërkimit, nxehtësia shndron një pjesë të fosforit të kuq në të bardhë, i cili ndiset dhe shkakton djegjen e kokës. Për shumë vite suedezët ishin një monopol praktikisht global mbi blerjen e shkrepseve dhe industrinë, kryesisht në Jönköping. Ata ja nisën patetën franceze për shkrepset e sigurisë Choijet Perret dhe Fils Napoleon, por Coyent kundërshtoi pagesën në një gjykatë franceze duke argumentuar se shpikja ishte e njohur tashmë në Vjenë përpara se vëllezërit Lundstram ta patentonin atë. Nderësit britanik Brian dhe May vizituan Jönköping në 1858 në një përpjekje për të importuar furnizime me shkrepse sigurie, por ata dështuan. Në 1862 ata hapën fabrikën e tyre dhe blen të drejtat për patentën britanike të shkrepseve të sigurisë nga vëllezërit Lundstram. Para vitit 1950 shkrepset kundër erës filluan të qarkullonin gjerësisht. Shembull tipik i një shkrepse kundër erës ndodhet në Itali. Shkrepset në një kuti të papërshkrueshme nga uji të papërshkrueshëm nga era, kutia e së cilës ka edhe një busull, është ndërtuar për nevojat e ushtrisë gjatë luftës së dytë botërore. Tani ka shkrepse të papërshkrueshme nga uji dhe në të njëjtën kohë kundër erës që janë të lehta për të ndezur, rezistente ndaj erës dhe kur ndizen, që ndrojnë të ndezura për një kohë të gjatë dhe pas zhytjes në ujë. Karafili është një erës që përdoret shumë shpesh, por pakt janë ata që njohin të gjitha përparësitë shëndetësore. Përgjatë gjithë historisë së njerëzimit, karafili, me emrin shkencor Eugenia, është njohur për vetitë e tij të jashtëzakonshme. Kokrat e tij përmban flavonoide, tianin dhe përbërje shumë të dobishme, mes të cilave eugenol, substancë me fuqi analgjezike e kësaj erëze. Gongjet e mrekullueshme, të cilat thahen derisa marrin ngjyrë kafe, përmbajnë vitamin A, C, K, beta-karoten, si dhe minerale si magnez, hekur, mangan, kalium dhe selenium. Dobitë e karafilit. Edhe nëse nuk e besonin në mrekulli, benefitet shëndetësore të kokrave të karafilit janë konfirmuar dhe nga shkenca moderne. Antiinflamator. Ai lehtëson inflamacionin në gojë, mishtrat e dhëmbrëve, dhimbjet e fytit. Në këto raste, duhet mbajtur në gojë si karamele, duke përdorur si çaj ose mund ta bëni gargar. Ndihmon tretjen. Të pasura me fibra, gongjet e karafilit parandalojnë kapsllëkun, ndërkohë që nxisin prodhimin e enzimave ndihmuese për sa i përket realizimit të procesit të tretjes. Plot me antioksidant. Një tjetër dobi e kokrave të karafilit
është që përmbajnë 80 herë më shumë antioksidant se një mollë, kështu që konsumimi i tyre ndihmon në luftën kundra plakjes së qelizave. Dhimbje dhëmbësh. Vaj esencial i karafilit është një ilaç i shkëlqyer natyral për të trajtuar dhimbjet e dhëmbëve. Dhimbje koke. Përtypja e disa kokrave ose çaji i tyre është një mënyrë e shkëlqyer për të lehtësuar dhimbjen e kokës për të parandaluar lodhje mendore. Antimikrobik. Çaji i kësaj erëze përdoret për të luftuar mykun e lëkurës. Veti kundër bakteriale. Sipas një studimi në Buenos Aires, vaj i karafilit mban larg bakteret si E. coco dhe stafilokokku. Për të konservuar ushqimin, kokrat e karafilit pengojnë procesin e oksidimit të lipideve, duke bërë që ushqimet të ruhen më gjatë. Karafili mbron mëlçin tuaj. Ato kanë sasi jashtëzakonisht të lartë të antioksidantëve, të cilat janë ideale për mbrojtjen e trupit nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira. Karafili mund të promovojë shëndetin e kockave. Ato përmbajnë komponime që rrisin densitetin e kockave dhe janë të përfshirë në prodhimin e indeve dhe të eshtrave. Sipas një studimi të kafshët, ekstrakti nga karafili në eugenol përmirësoi disa tregues të osteoporozës dhe rriti forcën dhe dëmsinë e kockave. Ai mund të ndihmojë në rregullimin e sheqerit në gjak. Ata janë të përsosur për njerëzit që vuajnë nga para diabeti dhe diabeti, sepse brenda trupit ato kanë një efekt të ngjashëm si insulina. Sipas studimeve, karafili përmban nigeritsin, një përbërës që rrit marrjen e glukozës nga gjaku në qeliza, rrit sekretimin e insulinës dhe përmirëson funksionimin e qelizave dhe mundëson që të prodhohet më shumë insulin. Karafili ngadalson koagulimin e gjakut. Ato përmbajnë gjithashtu eugenol acetil, një tjetër përbërës aktiv blerslënës. Sipas studimeve, kjo substancë është një frenues i fuqishëm i trombociteve, që do të thotë që parandalon grumbullimin e trombociteve në gjak. Grumbullimi i trombociteve është një nga faktorët që çon në formimin e mpikjes së gjakut. Grumbullimi i trombociteve është një nga faktorët që çon në formimin e mpikjes së gjakut. Tani u të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën. Territori shqiptar për datën 26 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të shoqërohet me vranësira dhe reshje shiu në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me reshje të her pas hershme dhe intensitet më të dobët në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shpeshta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 26 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 26 janar do të jetë rreth orës 6:50. Tani u të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 26 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta, ndërsa pasditja vijon me reshje lokale, shiu kryesisht në perëndim të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 26 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 26 janar do të jetë rreth orës 6:49 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 1 deri në 7 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 5 gradë Celsius. Pej 1 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë
1 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov, 1 deri në 7 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 5 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 6 gradë Celsius. Suhare, 2 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 5 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë, të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.